الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وبعد بسم الله الرحمن الرحيم Të gjitha falënderimet e plota dhe madhësia absolute I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit fuqiplot. Salavatet dhe përshëndetjet madhe për zemrata ja dërgojmë sot në këtë ditë e në çdo ditë zotërisë tonë Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam që u dërgua mëshirë për gjitha krijesat. Pastaj në mbarsinë e Allahut azza wa jalla të nderuar vëllezër dhe motra. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësinë e madhe të lirisë, sepse nuk ka mirësi më të madhe se sa ta jetosh e jetën e të përzgjedhësh rrugën tënde në liri, I pa imponuar nga askush, e I pa ndrojtur, e I pa friksuar për rrugtimin tënd e për përzgjedhjen tënde. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që e begatoi këtë tokë të pastër e të shtrenjtë shqiptare me njerëz të cilët historikisht e gjatë shekujve janë për ul Zot e kanë zgjedhur rrugën e Zotit subhanahu wa ta'ala si rrugëtimin e tyre të paqes drejt ndërtimit të këtij vendi, e drejt kultivimit të vlerave më të mira, të besimit, të harmonisë, të respektit të ndërsjellët në mesin e pjesëtarëve të kësaj shoqërie e këtij komuniteti të madh të njerëzve. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot ne përkujtojmë së bashku në këtë tokë dhe në këtë vend, në të gjitha xhamitë e Shkodrës, në të gjitha xhamitë e Shqipërisë, përkujtojmë një ngjarje e cila në të vërtetë është thelbi dhe esenca e të gjitha ngjarjeve që lidhen me historinë tonë islame në këtë periudhë thuajse qereshekullore. Përkujtojmë së bashku rilegimin me ligj në këtë vend të lirisë së besimit dhe vërshimin e pa numërt të njerëzve në çdo sep të këtij qyteti, drejt dyerve të Zotit, secili në rrugën e tij, e secili në përzgjedhjen e tij, për t'i dëshmuar tokës e qiellit, e për t'i dëshmuar gjithësisë se shqiptarët janë besimtarë, se shqiptarët ndonse kanë jetuar në një periudhë të errët të mohimit dhe ateizmit, se shqiptarët ndonse janë shtypur si asnjë popull tjetër në botë dhe janë privuar në gjën më të shenjtë të shpirtit dhe të jetës në besimin e tyre, edhe pas një shtypje të pa shembull e gjetën rrugën për të kthyer e për të dëshmuar botës e për të dëshmuar vetes mbi të gjitha forcën e madhe të shpirtit që nuk ka forca të isë në botë që mundet me emposhtat. E teksa I shihe njerëzit me 16 nënor të 1990-s, duke vërshuar nga çdo cep I qytetit të Shkodrës për të ardhur dhe për të mbushur këtë zonë, në kushte jashtëzakonisht të këqija dhe të pa mjaftueshme, e jo optimale për zhvillimin e një ceremonie të zakonit fetare, pa le të jashtëzakonit si ajo që ishte, teksa I shihe njerëzit të vërshonin nga çdo cep për të dëshmuar kësaj toke e për të dëshmuar Zotit pendimin e tyre, e kthimin me sinqeritet nga dyrët e tyre, nuk ka se si të mos kujtohet e të mos na kujtohet një sure e shkurtër nga suret të cilat I lexojmë çdo ditë në namazet tona, në lutjet tona,
Suratun Nasri, sura e triumfit të besimit, në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala urdhon të thotë Bismillahirrahmanirrahim, Idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sonte në orën 5 masdite, kur të shihni atë film të cilin do ta transmetojmë për herë të parë, gjatë këtyre 24 viteve, dhe shihni turmat e pa numërta të njerëzve të qytetarëve të Shkodrës, muslimanë dhe jo vetëm, të cilët vinin për të ndarë me njëri tjetrin gëzimin më të madh të jetës së tyre. Rihapjen e kësaj xhamie, por jo thjesht rihapjen e kësaj xhamie si institucion kulti, por në fakt shkelmimin e dyrëve të dhunës ndaj besimit dhe fesë. Vinin të gjithë së bashku dorë për dorë për të dëshmuar se nuk ka forcë që mundet me aprivu njeriu të thanë Zoti im është Allah. E nuk ka forcë në botë që mundet me i privu shqiptarit e çdo njeriu në glob për të thënë se unë kam një Zot. E thirrja ime e zemrës është në nështrimi dhe për ulje ndaj këtij Zoti. Teksa do të shihni ata njerëz, baballarët tuaj, baballarët tanë, gjyshrit, nanat, motrat, vëllezrit, edhe fëmijët e vegjël, do të kujtojmë së bashku pikërisht të surët e mallnueshme, të cilën, si duket Zoti i gjithësisë, e pas ka ba ajet të mrekullueshëm, apo tregues të mrekullisë së tij në çdo kohë dhe për çdo kohë. Sepse disa mendonin se triumfi i besimit lidhet vetëm me ardhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinën e Mekës, çlirimi i Mekës. Por jo vëllezër dhe motra. Triumfi i besimit është në çdo kohë, ku ka tiranë, ku ka udhënues, ku ka pemohues të cilët ku imponohen njerëzve. Allahu subhanahu wa taala nuk e humbet thirrjen e shpirtit, e lutjen e zemrave të njerëzve të cilët me sinqeritet i luten, siç i lutej Hazreti Jakubi alayhi salam për dhimbjen e tij të madhe, siç lutej Hazreti Ibrahim alayhi salam për dhimbjen e tij të madhe, siç lutej Hazreti Yunus alayhi salam në vargun e balenës, siç luteshin pejgamberët njëri pas tjetrit, ashtu ata njerëz luten për të vani sot mrekullinë e verseteve kuranore të cilat Zoti i gjithësisë thotë Idha jaa nasrullahi wal fathu. Por kujtoni kur erdhi triumfi dhe ngallënimi i Zotit. Dhe el fath është çlirim. Po, se në fakt nëse ka një datë çlirimi për Shqipërinë dhe për vendin tonë është 16 nëntori. E është në datën e të cilën u çliruan institucionet e vëllezërve tanë të krishterë, të cilët hapën kishat e tyre. Ato janë datët e vërteta të çlirimit tonë. Nga zella e pemohimit dhe ateizmit që shkatroi dhe poshtnoi këtë vend, që e zburnoi shqiptarin, që e përdhosi emrin e Shqipërisë dhe shqiptarëve, që përdhosi një histori një 5 shekullore, ku shqiptarët ishin prinsit e botës dhe ishin drejtuesit e një prej perandorive më të mëdha dhe më të fuqishme të botës. Një periudhë shkurtër kohore, shikoni se çfarë ndodh. Një periudhë vogël kohore që mundohet me përmys një histori shumë shekullore, por nuk mundet pasha Allahut. Nuk ka forcë në botë që në ndanë nga vokacioni jonë shpirtëror, e nuk ka forcë në botë që në ndanë nga historia jonë e lavditme, e nga historia e lavdëve të këtij kombit dhe këtij populli, që drejtonte me Sadri Azamët e tij, e me sheful Islamët e tij, e me vezirët e tij, e me ushtarët dhe komandantët e tij, një ndër perandorit më të fuqishme të botës, perandorinë osmane. Sepse disa gjëra duhet për me i thanë, se disa gjëra nuk mundet për me i pranuar siç na i ka imponuar komunizmi. E nuk mundemi që dhe historinë e imponuar nga femohuesit dhe ateistët me e përvetësuesat në jetën tonë dhe me thanë sikur se thonë disa të devijuar në realitetin shqiptar. Histori lavdrie. Erdhi dita e çlirimit, erdhi dita e ngallënimit, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi
dhe i shihin njerëzit teksa hyn në fenë e Allahut grupe. Do të shihen sonte. Grupe që përshojnë për të ardhur për të thënë ashtu siç është shkruar në hyrjet e kësaj dere dhe kësaj xhamie të mëndueshme, lavdi Zotit. Për të thënë të gjithë mizanin, mas thirrjes së Habib Sabri Koçit, alayhi rahmetullah. Priesit tonë shpirtëror. E udhëheqësit tonë të vlerave islame, teksa thoshte të lavdi të madhit Zot, dhe njerëzit thonin së bashku të lavdi Zotit. E Allah subhanahu wa ta'ala teksa na përmend këto momente, sikur na thuhet reflektoni për kësa dhe kujtoni të kalumin. Dhe kërkoni falje për shkuarën. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Madhnone emrin e Zotit tuaj, i cili është i plotfuqishëm, edhe për ta mposh atë që dikush thonte se nuk mposhet asnjëherë. Disa mendonin, disa mendonin se ai sistem i shturt, ai sistem imoral nuk do të mposhte asnjëherë, e do të kishte për herë lavdin e shekujve, por jo nuk mundet me pas lavdin shekuj. Thirrja e poshtrimit të zemrës dhe të shpirtit. Nuk mundet me pas lavdi e eturi e përparim, një thirrje e cila ka në themelet e saj mohimin e Zotit, e poshtrimin e institucioneve të kultit, e vrasjen e pushkatimin, e poshtrimin e njerëzve të Zotit, e burgosjen e dhunimin e besimtarëve të Zotit, e ndryshimin, ashtu si thoshte shejtani i mallkum, që në momentet e para të historisë së krijimit, i thoshte Zotit të gjithësisë, "Thumma la amurannahum", pastaj do t'i urdhëroj ata, bijtë e tij, përkrasit e tij, pasuesit e tij, do t'i urdhëroj ata dhe do ta ndryshojnë formën e krijimit që Allahu ka vendosur në gjithësi. Dhe në fakt i arriti shejtani i mallkum me i bë disa njerëz për veten e këto, dhe me ndryshua ata moralin e fesë dhe me këty në imoralitetin e shkulljes së tyre. Po që fletoni, edhe unë ju ftoj tavani, sidomos ju t'jem me të ri. Po që fletoni shtypin e 1966-67 e me pas, por edhe ma përpara. Do shikoni një propagandë të shturur të shkruar në gjuhën tonë të pasër shqipe, që në fakt është propaganda ma e fëllish që poshton edhe gjuhën tonë shqipe. Një propagandë e shturur për ta zhvesh njeriun, për ta zhvesh shqiptarin nga morali i fesë, cilës do fe. Për ta zhvesh kshenin nga morali i fesë të tij, e për ta zhvesh muslimanin nga morali i fesë të tij. Për ta nxjerrë fe nga kallepi i mirësisë dhe begatisë ku e ka vendosur Zoti i gjithësisë, drejt një poshtnime dhe një përtallje. Dhe një ironizimi të dhimbshëm. E shembujt janë të shumë, e shpeshherë kemi folë dhe të vazhdojmë të flasim për shembuj, por jo sot. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot teksa së bashku përkujtojmë rihapjen e dyrave të besimit dhe rikthimin e njerëzve për të besuar lirshëm, e për ta thënë fjalën e tyre, e sjelljen e tyre, e për ta përkthyer vullnetin e shpirtit lirshëm në realitetet ku ne jetojmë, e kemi për detyrë më atëherë se sa asnjëherë tjetër, me përkujtu aftësinë të madhe të hafizit tonë, i cili në hyrje të fjalimit i drejtohej turmës së madhe. Të nderuar vëllezër dhe motra, muslimanë, katolikë, ortodoks, mi të gjitha vëllezër shqiptarë, e kemi për detyrë me kuptu dhe me praktiku në jetën tonë të përditshme harmoninë kombëtare, respektin që na nxit feja jonë e pastër dhe e paqë islame për të ndërtuar jetën
për të respektu punën, për të ndërtu vullnetin e harmonisë dhe bashkëtesës në këtë tokë për të mirën e kësaj toke, se jemi shqiptarë. Se jemi shqiptarë, se është vullneti i Zotit të jemi këtu ku jemi, e të punojmë për këtë tokë sa është toka e jonë. E është mundi dhe sakrifica e baballarëve dhe shekujve që ndërtuan me pasërtinë e besimit dhe me vllaznin e paqëtërsueshme këtë vend, këtë qytet, këtë tokë, këtë Shqipëri të shtrenjtë, këto troje shqiptare dhe këto vise të shtrenjta shqiptare. Ku në çdo cep të tyre do të gjesh thirrjet e prinçve të ndershëm, e të pastër, e të drejtë, e të sinqertë, e të urtë, fetarë, për të respektuar njëri tjetrin, e për të dashur njëri tjetrin, e për të shtrirë dorën e bashkëpunimit dhe harmonisë me njëri tjetrin, sepse njeriu nuk mund të jetojë i vetëm në këtë tokë, sepse njeriu nuk mund të jetojë i vetëm në botën e tij, e ka nevojë për tjetrin. E ne shqiptarët sot më tepër se sa asnjëherë tjetër, musliman, katolik, ortodoks, të çdo feje, të çdo thirrje shpirtërore, e kemi për detyrë fetare dhe kombëtare të bashkëpunojmë e të shtrijmë durt e të lutemi Zotit bashkërisht për ta bekuar këtë tokë të shtrenjtë shqiptare, që të lulëzojnë toka jonë në vendin jonë, e të jetë aty ku në fakt duhet të ishte, e aty ku e ka vendin, në mesin e popujve, e kombeve, që trashëgojnë mirësitë e Zotit në lavdinë e realiteteve të jetuara. Vëllezër dhe motra, na erdhën të ditë të lumtura e të gëzueshme, në të cilat lirshëm mundej me thanë që o Zoti jonë është Allah, e pejgamberi jonë është Hazreti Muhammed, e libri jonë është Kur'an, e traditat tona janë traditat më të mira, më të dyra të shekujve të parë të historisë islame. Na erdhën këto kohë të lumtura për shpirtrat tanë, për të thënë lirshëm pa ndrojtje. E thirrja ime është mos me pas frikë, mos me pas ndrojtje, me dëshmu besimin dhe fenë, sepse propagandat e shturura e deviante të kësaj kohe, islamofobia me këtetrat e saj, nxitja e përdosjes dhe shpërfytyrimi i islamit në rrafte globale mund të tundojë edhe shumë të rinj sot për të larguar apo për të distancuar nga feja e baballarëve të tyre. Mirë, por nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë jo për njeriu i përzgjedhjes, sepse çdo njeri është i lirë të përzgjedhë si të dojë dhe çfarë të dojë, se një ditë do dalim para Zotit dhe secili do të jap llogari për përzgjedhjen dhe veprën e tij. Por nuk është e drejtë për transformimin e argumenteve, e për tjetërsimin e imazhit. Prandaj ne sot si muslimanë kemi përgjegjësinë të shumë thjeshtë për të dëshmuar veten si musliman, me moralin tonë, me sjelljen tonë, me kontributin tonë, me vullnetin tonë, e jo me fjalën tonë, jo me gjuhën tonë. Sepse shumë njerëz flasin, mirë po pas fjalës së tyre mund të ndodhë që vepra ti padis, e vepra tjetë ndryshme nga fjalë. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famëlar, është rritë zemrimi i Allahut për ata njerëz të cilët flasin atë çfarë nuk e veprojnë. Kebru maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Me thanë diçka e me vepruar diçka tjetër. Muslimani është musliman me moralin e tij, me veprën e tij. Prandaj ta kontrolloj secili fjalën para se me e thanë, e ta kontrolloj veprën e tij para se me e thanë dhe mos të sulmohet, e mos të paragjykohet Islami nga vepra e asnjërit prej nesh. 16 janori i 1990-s është thirrje lavdie dhe zhurmë e lavdishme për ringjalljen dhe rikthimin dhe ripërtëritjen e moralit të fesë. Nuk është lavdi personale e askujt. Është nxitje dhe thirrje e Zotit për t'i thënë njerëzve të kësaj toke dhe kësaj bote se sado që të zgjasë nata e errësirës, e zullumit, e padrejtësisë,
e hipokrizisë, e dyftërsisë, e femohimit, e ateizmit, e dhunës, e shtypjes, sa do që të gjasë, ka një agim të drejtshëm, i cili me të rritën e ti i rikthen realitetet në origjinën e tyre. Me 16 nënor të 1990-s, shqiptarëve ju hap një dritë e madhe nga Zoti i gjithësisë për të rikthyr nga besimi dhe për të kthyer shpinën një sistemi dhe një kohe nga e cila ne në fakt duhet të ndahemi me çdo element e me çdo detaj, e me çdo qëllisë të qenies sonë, të realiteteve tona, e të punës sonë, të veprës sonë. E sot tek sa shohim se akoma disa koncepte e akoma disa realitete e mbajnë të shoqëri shqiptare të lidhur me realitetet e sistemit komunist dhe ateist, ne në fakt ndjejmë dhimbje për vendin dhe për njerëzit e këtij vendi. Dhe i lutemi Zotit me zemër dhe me shpirt, dhe i lutemi Zotit në çdo moment dhe në çdo takim, që ta pastrojë këtë tokë nga gjurmët e femohimit, e ta pastrojë këtë tokë nga gjurmët e ateizmit, e ta pastrojë këtë tokë nga mos respektimi i fesë, e mos kthimi i të drejtave të fetarëve dhe besimtarëve. Dhe i lutemi Allahu subhanahu wa taala të na bëjë për atyre të cilët veprat e sjelljes e tyre e tejkalojnë thirrjen e fjalëve e komunikimin e tyre. I lutem Allahu subhanahu wa taala për begatinë e kësaj dite të mëndshme, të zbresë mëshirën e tij, mi shpirtin e të gjithë atyre burrave të ndershëm shkodran, e shqiptarë, të cilët në atë vit e në këtë muaj të nënorit të 1990-s patën kurajë për të dëshmuar haptas secili në një formë e në një mënyrë vullnetin e besimit, e vullnetin e kthimit të një kapaku për të mbyllur një herë për gjithmonë me marrësinë e Allahut thirrja shterkë e imorale, e shturtë e ateizmit, e femohimit në këtë tokë e në këtë vend. E begatoft Allahu subhanahu wa taala mundin dhe sakrificën e atyre djemve të ri që sot janë burrat e pjekur, e atyre burrave të moshuar që akoma sot kush ka ngel gjallë për tyne kujton me nostalgji e me madh rihapjen e kësaj xhamie e çdo xhamie, rilejimin e dëshmimit të tokës Allahu Ekber. E begatoft Allahu subhanahu wa taala këtë islam e muslimanët në këtë tokë e në këtë vend e në mbar botën e në mbar globin dhe në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Ju du me zemër edhe lutem për ju, edhe ju lutemi për mua. Alhamdulillahi rabbil alamin.